kombi shqiptar, zgjidhja e çështjeve shqiptare në rajon, zgjidhja e çështjes shqiptare dhe demokracia shkojnë paralelisht sipas doktrinës politike të Ibrahim Rrugovës. Do të kjo vendosi e trasoj këtë rrugë që është e jashtëzakonshme dhe e cila u tregu vendimtare për ta përfituar mbështetjen perëndimore, sepse gjuha e cilën e ka përdorur Ibrahim Rrugova ka qenë gjuhë e cila nuk ka mund të kontestohet dhe të sfidohet edhe nga diplomacia perëndimore, gjuhë e drejtave të njerëzit, e respektimit të standardeve demokratike, e sundimit të ligjit, e vetëvendosjes. Pra është gjuhë identike politike me atë që vetë perëndimi e ka proklamuar që është standardi i cili duhet të përfasohet nga gjithë bota në mënyrë që të triumfojë paqja globale. Pra në këtë drejtim, do të kjo filozofi e paqes me këtë thirrje perëndimore ka pas përputhshmëri të plotë dhe këtu i takon merita, pra po tham, jo vetëm Ibrahim Rrugovës, por në përgjithësi këtij përcaktimi të këtij brezit të jashtëzakonshëm politik që e kishin nuhatur si duhet atë që është trend global dhe nuk ishin shuar në aventure me lloj ideologji që i kishte diskredituar koha dhe kishin psuar kolaps përballë rrezatimit të demokracisë perëndimore. Tjetra, Rrugova e ka ditur, jam i bindur, do thotë edhe raportin e forcave edhe në funksion më pastaj tek sa e ka ditur edhe raportin e forcave me Serbinë e tjera, e gjithë përpjekja e tij do thotë serioze, maksimale ka qenë që ta fitojë betejën e jashtme më shumë në raport me betejën e brendshme, sepse ka qenë koshient i vetëdijshëm që pa këtë fitore të betejës jashtme vështirë se do të gjente zgjidhje çështja shqiptare. Dhe kjo është arritur në këtë drejtim, do të thotë nuk ishin vite të lehta edhe në këtë nuk ishin vite të lehta. Këtë drejtim kjo është një fitore, do thotë angazhimi i tij maksimal ka qenë për një fitore morale në raport me Serbinë. Dhe kjo fitore është arritur sepse gjitha raportet ndërkombëtare që dilin, organizatat që mirëshin me monitorimin e drejtave të njerëzit në mënyrë të vazhdueshme përcaktonin dhe e definonin e tregonin domethënë shkeljen sistematike të drejtave të shqiptarëve nga aparati represiv dhe regjimi i Miloševićit. Pra, dhe që është kryesore, nuk është që edhe Rrugova edhe djetë, nuk është që se tash mund të hapim tema që kanë qenë edhe kundër bashkimit kombëtar e tjerë, mirë po kanë kalkuluar dhe kanë supozuar e kanë menduar që mbase ky opcion do thotë nuk mund të preferohet nga bashkësia ndërkombëtare, prandaj shqiptarët e Kosovës duhet bëjnë një kompromis historik me drejtën e tyre, po e quaj kushtimisht historik. Kompromis i madh thoshte Rrugova. E ka thënë edhe vetë Rrugova dhe u përcaktuan do thotë për një lloj pluralizmi demokratik kombëtar, dhe kështu po zgjidhjen e çështjes shqiptare. Shteti i Kosovës të formohet në bazë të kufive që i kishte trashëguar në ish federatën jugoslave, dhe zgjidhje legale kërkuan, jo zgjidhje etnike për problemin e Kosovës, me garantim absolut të drejtave të minoriteti serb për transmetuar mesazhin që nuk kanë nevojë të friksohen serb, sepse shpesh ndodhin këto ndryshime pamundësore edhe nga Afrika, se çka do të ndodhë me një minoritet i cili ka qenë dominues, pastaj pason hakmarrja. Mesazhi ishte i qartë që transmetohet që serbët nuk kanë pse të friksohen nga se do t'i gëzojnë gjitha privilegjet kushtetuese demokratike në shtetin e Kosovës. Tjetra, ajo që edhe e kuptuan qartë shqiptar, do thotë që të mos shndrohen në faktor destabilizues rajonal, që Maqedonia mbetet një çështje nevralgjike gjeopolitike, e cila mund të implikante përfshirjen e shumë shteteve tjera nëse do të kishte ndonjë shpërthim të ndonjë konflikti, dhe u përcaktuan për avancim të drejtave kombëtare në kuadër të këto vitet e 90-ta. Viteve